Informohuni me Zhurma TV. Bëni subscribe për më shumë video. Shkova tek varri i Dr. Florit, më ktheu përgjigje. Miri rënqeth me rrëfimin. Pas përmbylljes së një rrugtimi mjaft sfidues dhe intensiv brenda mureve të Bigut, Miri, i njohur si Miri West Side Family, i është rikthyer ritmit të përditshmërisë dhe daljeve mediatike. Gjatë një ftese në një studio së fundmi, artisti ka zhveshur shpirtin duke ndarë një nga përjetimet më të errta dhe intime të jetës së tij. Ballafaqimin me vdekjen e parakohshme të kolegut dhe mikut të ngushtë Dr. Florit. Përballë opinionit publik, Miri riktheu në vëmendje peshën e rëndë të mungesës fizike gjatë ditës së lamtumirës. Pamundësia gjeografike për ta shoqëruar mikun drejt banesës së fundit e kishte detyruar ta ndiqte ceremoninë martore përmes ekranit. Ai theksoi se dhimbja ka qenë aq e mpret sa që shpeshherë gjente veten të paaft për të parë transmetimin live, duke u mbytur nga pamundësia për të qëndruar pranë momentet e fundit. Megjithatë, pika më drithëruese e këtij rrëfimi u fokusua tek akti i tij i parë sapo shkeli në tokën shqiptare. Pa humbur kohë, destinacioni i tij kryesor nuk ishte familja, por preja e përjetshme e Dr. Florit. Gjatë kësaj vizite të ngarkuar emocionalisht, Miri zbuloi se ka zhvilluar një monolog rënqethës me mikun e ndjer. Unë shikoja gjithë ceremoninë live dhe disa momente i hiqja se nuk duroja dot. Pastaj mu dukte duhet të jem aty dhe nuk isha dot. E kam përcjell në mënyrën time. Kur erdha në Shqipëri, gjëja e parë ishte që shkova te varri i tij dhe kam folur me të. I thash, pse ike? Nuk duhet të kishe ikur. Dhe më ka kthyer përgjigje. Dëgjohet, të thot Miri në fund.